Talha ibn Ubaidillah et-Taymi. Ai që dëshiron të ketë kënaqësinë për të parë një njeri I cili ecën mbi faqen e dheut dhe që e ka vënë në jetë zotimin e dhënë, le të shikoj Talha ibn Ubaidillahin, Muhamedi alayhis salam. Talha udhtonte me një karvan të Kurejshitëve për të bërë tregti gjerë në vendet e Shamit. Kur karvani arriti në qytetin Busra, u hodhën krerët tregtar Kurejshit në tregun e ndërtuar dhe filluan të zhvillojnë tregti. Edhe pse Talha ishte në moshë të re dhe I mungonte përvoja në tregti, ishte mendjen pret dhe larg pamës, gjë që I jepte shanse dhe atij për t'u bërë konkurrencë atyre dhe të siguroj fitimin e vet me merit. Derisa Talha shkonte në tregun që gumzhinte nga njerëzit që kishin ardhur nga çdo vend, atij ndodhi një e papritur, e cila jo vetëm që ishte shkak për ndërrim të rrjedhave të tij jetësore në tërësi, edhe diçka më tepër, por ishte edhe përgëzuese edhe lajmëtare për ndryshimin e rrjedhave të mëtejme historike në tërësi. Le t'ja lëm fjalën vet Talha ibn Ubaidillahit që të na transmetoj tregimin e tij prekës. Talha thot: derisa ne ishim në tregun e Busrës, kur një prifti krishter po thërrete në mes të njerëzve. O ju tregtar, pyetni njerëzit e këtij sezoni tregtar, se a ka në mesin e tyre ndonjë njeri nga Meka. Unë qellova pranë tij dhe nxitova gjert tek ai dhe I thash: po, unë jam prej banorëve të Mekës. Ai më pyeti: a është paraqitur në mesin tuaj Ahmedi? Kush është Ahmedi, e pyeta. Ai tha: ai është biri I Abdullahut të Ibn Abdul Mutalibit. Ky është muaji I tij në të cilin ai do të paraqitet. Ai është pejgamberi I fundit. Ai do të lëshojë tokën tuaj, Mekën, dhe do të shpërngulet në një vend, një tokë me gur të zi, me hurma dhe tokë kripore nga e cila rrjedh ujë. Talha ka thënë: fjalët e atij prifti lanë gjurmë të thellë në zemrën time. Atëherë shkova me nxitim tek deveja ime, e ngarkova atë, kurse mbrapa lash karvanin dhe me ngutja më syva Mekës. Kur arrita në Mekë, pyeta familjen time: a pati ndonjë ndodhi prej sa kemi lëshuar Mekën? Më thanë: po, Muhamedi biri Abdullahut është ngritur dhe pretendon se është profet, dhe tashmë e kanë mbështetur dhe pasuar atë. Ebi Kuhafe e kanë fjalën për Ebu Bekrin. Mandej Talha tregon dhe thot: e kam njohur Ebu Bekrin. Ai ishte njeri I thjesht, I dashur dhe I butë. Ai ishte një tregtar I moralshëm dhe I drejtë. Njerëzit e donin dhe I pëlqenin kuvendimet e tij, për shkak se ai dinte për të kaluarën, historinë e Kurejshitëve dhe se mbante në mend prejardhjet familjare të tyre. Shkova tek ai dhe e pyeta: a është e vërtetë se Muhamedi biri Abdullahut është shpallur pejgamber dhe se ti e ke mbështetur dhe pasuar atë? Ebu Bekri mu përgjigj: po, dhe filloi të më tregoj lajmin e vet, si dhe dëshironte që të më tërheq për të hyrë me të në Islam. Kurse unë I thash lajmin mbi priftin, atëherë u çudit për këtë dhe më tha: e jam me mua që të shkojmë tek Muhamedi që ta njoftosh për këtë lajm dhe të dëgjosh se çfarë do të thotë, që të hysh në fenë e Zotit. Talha mandej tregon: atëherë unë dhe Ebu Bekri shkuam te Muhamedi, I cili më paraqiti Islamin. Lexoi diçka nga Kurani dhe më përgëzoi për të mirat e dynjas, të kësaj bote dhe të ahiretit dhe jetës në botën e amshueshme. Allahu pajisi zemrën time me fenë islame dhe unë e tregova lajmin e priftit të Busrës. Ai u gëzua pa mas dhe ky gëzim pikasej edhe në fytyrën e tij. Pastaj dëshmova para tij se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se vërtet Muhamedi është I dërguari I Allahut. Isha I katërti që pranova Islamin me insistimin e Ebu Bekrit. Kur dëgjoi familja dhe farefisi djaloshit Kurejshit se ai ka kaluar në fenë islame, ju duk sikur t'ju binte rrufeja. Nëna e tij më së tepër u brengos dhe u dëshpërua pse djali I saj kishte pranuar fenë islame, sepse ajo dëshironte që ai të mbizotronte popullin e vet, për shkak se ai zotronte karakter fisnik dhe virtyte të larta. Populli I tij nxitoi tek ai që ta kthejë dhe ta tërheqë nga feja islame, por e gjeti si një bjeshk madhështore e cila nuk lëkunde të dot. Pas u demoralizuan, duke tentuar që ta bindin me të mirë, atëherë u përpoqën ta bëjnë me anë të ndëshkimit dhe dhunës. Në lidhje me këtë, Mesud ibn Harashi thot: gjersa isha duke brapuar nëpërmjet Safas dhe Merves, kur një grumbull njerëzish ndiqnin një të ri me duar të lidhura gjerë te fyti, kurse ata nxitonin prapa atij duke e shtyrë dhe duke I rënë mbi kokë. Ndërkaq, një grua plak e shante dhe I bërtiste. Atëherë pyeta: ç'është çështja e këtij djaloshi? Ata thanë: ky është Talhatu ibn Ubaidillahi, I cili është larguar nga feja e vet dhe ka pasuar djaloshin nga fisi Benu Hashim. Përsëri pyeta: kush është kjo plak që shkon mbrapa? Ata thanë: ajo është Es Sabetu bintut
Hadremi, nëna e djaloshit. Pastaj Neufel ibn Hubejlidi, i quajtur Luani i Kureshitëve, u ngrit dhe shkoi tek Talha ibn Ubejdillah dhe e lidhi atë me një litar me të cilin e lidhi edhe Ebu Bekr e Sidikun. I afroi së bashku dhe u adërzoi të poshterve të Mekës për t'u dhënë dëshkim më të ashpër. Për të shkak, Talha ibn Ubejdillahi dhe Ebu Bekr e Sidiku janë quajtur dy të lidhurit. Ditët kalonin, ngjarjet ndodhnin njëra pas tjetrës, kurse Talha ibn Ubejdillah përsosej. Sprovat në rrugën e Allahut dhe të dërguarit të tij rriteshin dhe intensifikoheshin, ndërsa vetë mohimi ndaj Islamit dhe muslimanëve gjithnjështohej, saqë muslimanët e quanin dëshmor i gjallë, kurse i dërguari alayhis salam e quante Talha i mirësisë, i bujarisë dhe i fisnikërisë. Për secili nga këta tituj ekziston nga një tregim i veçantë, e secili prej tyre shkëlqen më tepër se tjetri. Pse është quajtur dëshmor i gjallë? Mësojmë nga ngjarja në betejën e Uhudit, kur muslimanët e braktisën pejgamberin e Zotit dhe me të mbetën vetëm 11 të veta nga ensarët dhe Talha ibn Ubejdillahu nga muhaxhirët. Pejgamberi alayhis salam ngjitej kodrës së bashku me ata të cilët kishin mbetur me të. Prapa ju vu një grup politeistësh, të cilët dëshironin ta mbytnin. Atëherë ai tha: "Kush i zbraps këta, ai do të jetë shoku im në xhenet." Talha tha: "Unë, o i dërguari i Allahut." Pejgamberi alayhis salam i tha: "Jo, ti qëndro në pozitën tënde." Atëherë u paraqit njëri prej ensarëve dhe tha: "Unë, o i dërguari i Zotit." Pejgamberi alayhis salam i tha: "Po, ti." Luftoi ensariu gjersa u vra. Pejgamberi alayhis salam ngjitej kodrës së bashku me shokët e tij, kurse politeistët i ndiqnin pas, e atëherë ai tha: "A nuk ekziston një njeri që ju del përballë këtyre?" Talha nxitoi përsëri dhe tha: "Unë o Resulullah." Resulullahu i tha: "Jo përsëri, qëndro në pozitën tënde." Pastaj u paraqit një tjetër nga ensarët dhe tha: "Unë o Resulullah." Resulullahu i tha: "Po, ti." E ai luftoi gjersa u vra. Pejgamberi alayhis salam ngjitej kodrës vazhdimisht, kurse armiqtë e ndiqnin mbrapa. Ai përsëriste fjalët e mëparshme dhe Talha i përgjigjej gjithnjë, por pejgamberi e ndalonte vazhdimisht, derisa u vrante të gjithë ensarët dhe nuk mbeti askush përveç Talhas, i cili atëherë tha: "E tani, po." Tashmë pejgamberit alayhis salam ishte thyer dhëmbi i syrit, ishte gërvishtur balli dhe ishte lënduar buza dhe gjaku i rrithte në përfytyrë. Pejgamberin alayhis salam e kishte kapluar lodhja, kurse Talha sulmonte politeistët derisa i zbrapste, e pastaj kthehej tek pejgamberi alayhis salam dhe e ndihmonte atë për të ngjitur kodrës pak nga pak, e mbështeste atë dhe përsëri sulmonte politeistët. Kështu vazhdoi Talha derisa i zbrapsi dhe i largoi ata nga pejgamberi alayhis salam. Lidhur me këtë, Ebu Bekri ka thënë: "Unë dhe Ebu Ubejde ibn el-Jarrahu kemi qenë larg nga pejgamberi në ato çaste, e kur arritëm tek ai dëshironim t'i ndihmonim atij, por ai na tha: "Më lini mua dhe shkoni tek shoku juaj." Kishte për qëllim Talhan. Në atë momentën e pam Talhan duke i shkuar gjaku rrëke, kurse në trupin e tij kishte mbi 70 plagë të shkaktuara nga shpata, shtiza apo shigjeta. Ishte prerë dhe shuplaka e dorës dhe ra në një gropje livanosur. Pejgamberi alayhis salam pas kësaj ngjarje thoshte: "Cilin e gëzon fakti që ta shikojë një njeri i cili ecën mbi sipërfaqe të tokës dhe që e ka realizuar besën, zotimin e dhënë, le ta shikoj Talha ibn Ubejdillahin." Ebu Bekri, kur përmendej Uhudi, thoshte: "Ajo ditë e tërë i takonte Talhas." Ky ishte shkaku pse është quajtur Talha dëshmor i gjallë, kurse për epitetin Talha i mirësisë, i bujarisë dhe i fisnikërisë ekzistojnë 101 tregime. Njëri prej tyre është fakti që Talha ishte tregtar dhe kishte pasuri të madhe, e cila kishte arritur në 700 dirhem, kurse ai kaloi një natë i friksuar, i mërzitur dhe i brengosur. Bashkëshortja e tij Kulthumi, bie e Ebu Bekrit, hyri tek ai dhe i tha: "Që është me ty, o Talha, o Ebu Muhammed? Mos të ka goditur ndonjë e keqe nga ana jon?" Ai tha: "Jo, vërtet, ti je gruaja më e mirë e burrit musliman." Unë kam menduar gjatë tërë natës dhe kam thënë: cili është mendimi një njeriu në Allahun e tij? Nëse flen, e kjo pasuri gjendet në shtëpinë e tij. Ajo e pyeti: "Çka të mungon ty ajo, pasuria, kur i je ti për nevojtarët nga populli yt dhe miqtë tu, kur të zgjohesh ndaju atyre?" Atëherë ai tha: "Të mëshiroftë Allahu, vërtet je i lumtur, fatbardh, bie të lumturit, fatbardhit." Të nesërmen, posa u zgjua nga gjumi, nxori pasurinë nga arka dhe u andau të varfërve prej muhaxhirëve dhe ensarëve. Transmetohet gjithashtu se një njeri ka ardhur te Talha ibn Ubejdillahi dhe kërkonte ndihmë prej tij duke ia përmendur një lidhje familjare që e afronte me të. Atëherë Talha i tha:
Këtë lidhje nuk ma ka thënë askush më parë, por unë kam një tokë të cilën Uthman ibn Affani dëshiron të paguaj 300.000. Atëherë, në qoftë se dëshiron, merr atë po e shes për atë çmim dhe shumën e saj do të ta jap ty. Njeriu tha se do ta merrte shumën e paguar për të. Talha i dha atë atij. Me gëzim i qoftë Talhas së mirësisë, Talhas bujar dhe fisnik, ky epitet të cilin i dha pejgamberi alayhis salam. I kënaqur qoftë me të Zoti ynë dhe ja ndriçoft varrin e tij.